Zhurma e brendshme në Partinë Socialiste pas qëndrimeve të Elisas Piropalit në rrjetet sociale ka sjellë dhe reagimin e kreut të grupit parlamentar të mazhorancës. I pyetur nga mediat, nëse PS do të mbajë një qëndrim për kritikat e Piropalit, Balla tha se në fund të çdo sesioni parlamentar do të bëhet një analizë e performancës së çdo ligjvënësi. Ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti, kryesia e grupit parlamentar i paraqet grupit parlamentar një raport. Duke sqaruar se kritikat e Piropalit nuk janë shprehur gjatë mbledhjeve të grupit, Balla theksoi se vlerësimi i performancave të deputetëve bëhet çdo korrik. S'kam gjuar në mbledhje grupit. Për performancën e çdo deputeti të Partisë Socialiste është rregull, un kam 21 vjet të grup parlamentar, atëherë bëhet një vlerësim i performancës së cilit, ku padyshim pastaj kërkohet përmirësimi i punës apo çështje të tjera. Sa i përket procesit të rienergjizimit të partisë, shefi i deputetëve të Majit u shpreh se kjo është dhe një mënyrë për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky proces rienergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Për mediat, Balla gjithashtu shpjegoi se ndryshimi në kodin e procedurës penale nuk ka mbetur në zyrtarët e kuvendit, por do të diskutohen në komisione brenda këtij sesioni.